Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Të gjithë hani kos, por nuk e dini se çfarë i shkakton në zemrës tuaj. Konsumi i kosit ulë rrezikun e atakut në zemër me 30% tek njerëzit të cilët vuajnë nga tensioni i gjakut. Të dhënat e një studimi të Universitetit të Bostonit kanë konfirmuar se konsumi i të paktën 2 racioneve me kos në javë ulë rrezikun e atakut në zemër, sidomos tek femrat e prekura nga hipertensioni. E njëjta sasi gjithashtu ulë edhe rrezikun e atakut në zemër apo ishemisë tek meshkujt me 19%. Shkencëtarët analizuan 55.000 gra të moshave nga 30 deri në 55 vjeç dhe 18.000 burra të moshave nga 40 deri në 75 vjeç. Të gjithë prej pjesëmarrësve në studim vuanin nga tensioni i lartë i gjakut. Studimet konfirmojnë se kosi është i pasur gjithashtu me kalcium dhe me vitaminë D dhe ka një rol shumë mirëbërës për zemrën e cila shkon përtej qetësimit të saj. Probiotikët të cilët gjenden tek kosi ulin tensionin e gjakut dhe Justina Buendia, autori i studimit, tha për Daily Mail se kosi është shumë i nevojshëm për shëndetin e zemrës. Sipas tij, kosi mund të konsumohet veçmas ose duke u kombinuar me fruta të pasura me fibër, perime dhe gjithashtu me drithra. Sëmundjet e zemrës. Vitamina D është zgjidhja më e mirë përkundrejt ilaçeve. Studimet nga ana tjetër konfirmuan se vitamina D është një alternativë më e lirë dhe më e mirë se ilaçet e zemrës. Ky suplement, i cili merret duke ndenjur në diell, riparon dhe gjithashtu parandalon stimulimin e dëmtimit në zemër që shkaktohet nga diabeti apo nga tensioni i lartë i gjakut. Vitamina D gjithashtu stimulon prodhimin e acidit nitrik që rregullon qarkullimin e gjakut. Për më tepër, kjo vitaminë zbut stresin e brendshëm dhe nga ana tjetër rregullon edhe qarkullimin e gjakut. Nga ana tjetër, duhet të dini se kjo shmang shumë sëmundje apo çrregullime dhe sipas shkencëtarëve, njerëzit munden që të kursejnë shumë mund dhe para duke mbrojtur sistemin e tyre kardiovaskular me një ilaç të cilin nena e falet dielli e prodhon organizmi dhe në rastin më të keq mundet që ta marrim edhe në farmaci. Këto janë arsyet se pse ju duhet që të konsumoni kos çdo ditë. Kosi është një produkt i mrekullueshëm për të konsumuar si nga të rriturit ashtu edhe nga fëmijët. Ai prodhohet nga fermentimi i qumshtit dhe është i pasur gjithashtu me proteina, kalcium, vitamina B6, B12 dhe probiotik. Këtu ne do të listojmë të gjitha arsyet se pse ju duhet të hani kos çdo ditë. I bën mirë stomakut. Kulturat e gjalla tek kosi janë efikase kundër konstipacionit, diarres, inflamacionit të zorrëve, sëmundjes së zorrës së trashë e të tjerë. Këto probiotik përforcojnë imunitetin dhe e mbrojnë stomakun nga infeksionet. Osteoporoza. Brishtësia e kockave vjen gjithashtu si pasojë e ndryshimeve hormonale dhe mungesës së vitaminave D dhe kalciumit. Kosi është i pasur gjithashtu me kalcium dhe konsumimi i rregullt i tij përmirëson strukturën e kockave. Tensioni i gjakut. Studimet kanë konfirmuar se produktet e bulmetit kanë aftësinë gjithashtu që të rregullojnë tensionin e gjakut. Me sasinë e duhur të produkteve gjithashtu me pak yndyrë, rreziku i tensionit të lartë të gjakut bie me 50%. Pesha. Kosi nga ana tjetër është ideal për të kufizuar kaloritë. Ai shuan urinë dhe nepsin për ushqime të ëmbla. Pasi përthithet, kalciumi nga kosi ndikon që qelizat e yndyrës të ulin gjithashtu prodhimin e kortizolit,
ndërkohë që aminoacidet djegin yndyrën e tepërt. Dhe nga ana tjetër, rekomandimet gjithnjë vlen për kostin me pak yndyrë. Skuqet e lëkurës tek bebet. Ky ushqim është i pasur dhe ideal për sa i përket lëkurës së ndjeshme të bebeve. Atë ju mundet që ta përdorni për të trajtuar skuqet në lëkurat e shkaktuara nga pelenat. Vitamina. Kosti përmban fosfor, kalium, jod, zink dhe vitamin B5 dhe B12. Kjo e fundit është një vitaminë shumë e rëndësishme për ruazat e kuqe të gjakut dhe për sistemin tuaj nervor. E ftohura. Kur imuniteti është i fortë, ai do të mposhtë viruset ose bakteret. Konsumoni 150 deri në 200 gram kost në ditë për të shpëtuar simptomave të ftohurës, gripit dhe problemeve me fytin. Ky produkt përgjysmon shanset e shfaqjes së këtyre sëmundjeve. Shëndeti i lëkurës. Kosti është një nga kurat më të mira për femrat. Ai përmirëson gjithashtu lëkurën tuaj, shtrëngon poret dhe i jep lëkurës elasticitet dhe njëkohësisht shkëlqim. Kosti është gjithashtu mjaft i dobishëm kundër simptomave të plakjes, i cili është ankthi më i keq për femrat. Shëndeti i flokëve. Kosti është i dobishëm edhe kundër flokëve të thatë dhe gjithashtu të hollë. Ai forcon çdo qime të flokut dhe gjithashtu e pastron skalpin nga zbokthi. Sigurisht që kosti duhet të jetë nga ai i cili përgatitet me far dhe jo i përpunuar. Gjithashtu edhe kosti i kulluar është një ndër produktet më të mira. Mirë po si ta përgatisim. Ju mund të merrni kostin e zënë, ta hidhni në përnapa të pastra, duke u dhënë formën e trastës dhe aty t'i lini të kullojnë për 10 deri në 12 orë. Kjo është një mënyrë e ngjashme me atë të përgatitjes së salcës së kosit, e cila po ashtu pasurohet më pas me krip, vaj ulliri, arra dhe majdanoz. Kosti i kulluar është shumë i trashë dhe i dendur. Marrim kostin dhe e transferojmë në një nap të pastër të cilës i japim formën e një traste të thjeshtë. Trasta varet në një vend të caktuar në kuzhinë dhe lëreni që të kullojë për rreth 12 orë. Vendosni një enë poshtë nëse nuk keni vend se ku të rrjedhë lëngu. Pasi ka kulluar kosti plotësisht, hapeni trastën e napës dhe hidheni masën e përqendruar të kostit në një enë qelçi. Kosti duhet ngrënë rregullisht sepse ofron një larmi vlera shëndetësore të cilat ju i gjeni në këtë video. Shëndeti i kostit. Kulturat e gjalla të kostit janë efikase kundër konstipacionit, diarresë, inflamacionit të zorrëve, sëmundjeve të zorrëve dhe këto probiotik përforcojnë imunitetin dhe mbrojnë stomakun nga infeksionet. Osteoporoza. Brishtësia e kockave vjen si pasojë e ndryshimeve hormonale dhe mungesës së vitaminës D dhe të kalciumit. Kosti është gjithashtu i pasur me kalcium dhe konsumimi i rregullt i tij përmirëson strukturën tuaj të kockave. Tensioni i gjakut. Studimet gjithashtu kanë konfirmuar se produkte të cilat janë të bulmetit kanë aftësinë të rregullojnë tensionin e gjakut. Me sasinë e duhur të këtyre produkteve me pak yndyrë, rreziku i tensionit të lartë të gjakut bie me 50%. Pesha. Kosti është ideal për të kufizuar kaloritë. Ai shuan urinë dhe nepsin për ushqime të ëmbla. Pasi përthithet kalciumi nga kosti, ndikon që qelizat e yndyrës të ulin prodhimin e kortizolit, ndërkohë që aminoacidet djegin yndyrën e tepërt. Rekomandime gjithnjë vlen për kostin i cili është me pak yndyrë. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe
Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë videon në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.